Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës akrepit. Do bëjmë leximin e radhës për ju të dashur akrepër. Me këtë që shikoj, mund t'ju them, mos e mbaj me zor atë që po shëmbët. Zgjedhja e vërtet është të lirosh vetëm për çfarëdo që të bëj fjalë. Ndoshta jeni në lidhje ose përballë një zgjedhje të rëndësishme që ka të bëjë me ndjenjë të dashur akrepër. Të dashuruarit tregon një lidhje të fortë ose një zgjedhje që ndikon në zemrën dhe jetën tënde. Mund të jetë në marrëdhënie dashurie, por ndonjëherë është edhe një përballje me veten. A duhet të zgjedhësh atë që dua apo atë që më duket e sigurt? 2 të monedhës të dashur akrepër tregon që po balancon këtë situatë prej kohësh. Po mundohesh të mbash 2 gjëra në ajër, ndjenjat dhe logjikën, të kaluarën dhe të ardhmen, dikë dhe veten dhe kështu me radhë, por nuk mund të mbash gjatë këtë peshë. Do rrëzohet. Çfarëdo që të jetë. Sepse kulla këtu është një paralajmërim i fortë. Diçka është ndërtuar mbi frikë, kontroll ose iluzion. Dhe kjo po shëmbet. Kjo mund të ndodhë papritur, ose ndoshta ka nisur të bjerë, dal nga dal. Të dashur akrepër, dhe ti po bëhesh sikur nuk po e shikon. Por sa më shumë ta mbash me zor, aq më shumë do dhëmb kur të bie. 4 të monedhës këtu përmban fort, ndoshta nga frika e humbjes, ndoshta nga ideja e sigurisë, ndoshta sepse nuk di si të largohesh, por pyetja është, a je lumtur aty ku je, apo po rrin nga frika? Kjo është java ku duhet thuash. Nuk kam frikë të lëshoj atë që po më mban peng. Unë zgjedh të çlirohem. Mos qëndro aty ku nuk ka më dritë, nëse është në dashuri. Dashuria që mban me frikë nuk është dashuri, është varrësi. Nëse ka në vendimet e jetës, nëse s'ka të bëjë asgjë me dashuri, mos i shty zgjedhjet e vështira. Është më mirë një vendim sot se sa një dhimbje më e madhe nesër. Lësho kontrollin të dashur akrepër, bëhu gati për një ndryshim që të çon drejt drejt një lirie të vërtetë, edhe nëse fillimisht duket e frikshme. Pra, mos e mbaj me zor atë që po shëmbet të dashur akrepër.